Shqipëria, e përfaqësuar nga Edi Rama si kryeministër në samitin e NATO-s, pranoi si gjithë vëndantarët NATO-s 5%. Pra, detyrimi 5% për buxhetin e luftës. E llogaritur kjo sipas ekonomistëve shqiptarë është 1.3 miliard dollar, 1.3 miliard dollar apo euro në vit. Çfarë mund të bëhet me 1.3 miliard dollar? Shumë lek më duhen sot i shara. Nuk janë shumë zhej, Nuk janë shumë. Nuk janë shumë, po të mendosh, janë shumë ku duhet i gjesh. Po se për çfarë duhen nuk janë shumë. Sepse i bie që do blihet armatim modern, faktën 3.5% e këtij 5% që tendera të këtij armatimi bën NATO apo bëjmë vetë? Shiko, tendrat i bëjmë ne, po do t'i bëjmë bashkëpunim me NATO. Do t'i blesh ke vendet që janë të Bashkimit Evropian. Por kjo nda 3.5 dhe 1.5%. 1.5% janë investime tjera, pastaj që do bën në fushën e infrastrukturës, do përfshihet nesër edhe porti i Durrësit, do përfshihen këto që janë investime infrastrukturës. Civile, si. Po do ketë një takalata, do ketë pjesë ushtarake, Unë do ta qush lajm shumë interesant që në 2027-ën samiti NATO-s do bëhet në Tiranë. Po. Ajo është e quaj një rritje. Do ta thash ta bëjmë emisionet e tjera, po mirë dhe mirë. Po. Për Shqipërinë do të jetë një diçka për Ballkanin, dhe për Ballkanin perëndimor. Për çfarë është arritja? Është arritje, është dëshmëri për Shqipërinë. Është njësoj si bëni festivalin folklorik Gjirokastër, bëmë edhe në Berat, është arritje për Beratin, su bë festivali folklorik. Sa herë është bërë në Ballkan samiti NATO-s, nga 40 deri sot. Sa herë është bërë në Ballkan? Ka rëndësi ka dhe s'ka asnjë vlerë më zotëri. Po sa ma asnjë vlerë. Po ne jemi pjesë të NATO, po mos ishim pjesë e NATO-s, po mos ishim pjesë e NATO-s, po. Po pse pjesë e NATO-s ka rëndësi pra? Goza, ka rëndësi. Kristavi, me që ngrihet si test, sa herë është bërë në Ballkan? Nga 49 deri sot është bërë vetëm një në Bukuresht, në Ballkan. Në Ballkanin e Greqinë, duke përfshirë Greqinë, duke përfshirë edhe tjerë. Bërë vetëm në Bukuresht kjo edhe. Ai që është bërë pranvera e NATO-s. 2008 si u kthyer Shqipëria për të. Domethënë, kjo ti thua që është e rëndësishme Kjo është hera e dytë për Shqipërinë, është më e rëndësishme se për NATO, sa ai samiti. Unë quaj edhe për Ballkanin perëndimor, jo vetëm për Shqipërinë. Është për kryeministrin Morzotri, jo për Shqipërinë. Hajde si funksionon ajo. Ta miraton, jo më ta miraton. Çdo vend i NATO-s, çdo vend antar i NATO-s, çdo vend antar i NATO-s ka të drejtë të bëj propozimin. Dhe nuk është po se është harxhim parash, më janë më të zgjuar se neve, nuk janë budallë. Po absolutisht. Po janë shumë marrëmendse. Mirë, ata në Bruksel që bëjnë shumë kohës, harxojnë para kohë ata i bie. Po Brukseli është tjetër, ne jemi tjetër, ne shihni po flasim për buxhetin 5%, ai buxheti 5%, neve na fundon. Është imazh. Po Letonia dhe Estonia bëjnë se duan të bëjnë karshillëk Rusisë. Që kanë vlerë, ne do të bëjmë karshillëk. Serbisë, Kosovës apo Maqedonisë apo Malizi, kujt do të bëjmë imazh, më kujt. Unë mendoj që po kishim shpenzuar këto para për të bërë reklam Tiranës dhe Shqipërisë, do ishin më shumë se sa mikpritja e këtyre. Për ta bërë në CNN, për ta bërë në New York Times, për ta bërë në ABC, për ta bërë në Deutsche Welle. Po më ta harxojnë për çështje sociale, më zotëri, ta harxojnë për pensione. Të botës, ta harxojnë për mjekësinë. Do raportojnë nga Tirana. Po edhe çrëndsi ka të harxojnë nga Tirana. Neve kemi mjekësinë falas dhe njerëzit po vdesin rrugëve. Nga niveli logjikës, $1.3 miliard dollar janë shumë pak. Për Shqipërinë janë shumë. Për Shqipërinë janë shumë. Dhe edhe Shqipëria duhet të ndjen ato. Çfarë do ishin blerat më të mira, më interesant? Artilleri? Themi konkret, se e di do themi. Të investohet në industrinë artilleri. Po industrinë ushtarake se ngrem dot ne më. Ne do ta ngrem se ne duhet të ngrem, po se ngrem do debat se s'kam kohë. Po të ngresh industrinë ushtarake se do për 2 vjet. Do bëjmë herë tjetër, te debat se çfarë blen kryesisht? Çfarë kemi? Kush është urgjenca më e madhe? Në trajnime të personelit ushtarak për të kapur nivelet në të cilat po zhvillohen luftrat tashti, pra sepse nuk ka fare në atë nivel të luftrave që po zhvillohen, për të krijuar njësi ushtarake në bazë të luftrave që po zhvillohen dhe për të rritur kapacitetet e mbrojtjes kundërajrore. Kjo është baza. Në rast se nuk ke mbrojtje kundërajrore që të mbrosh atë portin, atë aeroportin, atë hidrocentralin, atëherë nuk ka asnjë vlerë.